Opa, çu, maşallah. Asi TikTok. Kam qytete, por jo shtëpi. Un kam male, por jo pemë. Un kam muj, por jo peshk. Çfarë jam un? Harta. Bravo! Me letë si pent, por asnjë nuk mund të më mbaj më shumë se 5 minuta. Frymarja. Bravo Vera! Çfarë udhëton në përbot, por mbetet në një vend? Kujtimet. Mendimi? Ja, çfarë udhëton në përbot, por mbetet në një vend? Mendje ma, se që kishë të në botë në Edhe ajo mund t'jetë një shumë, po s'është tamam ajo. Ta them? Mund tjetë avioni? Pulla e postës. Nga një minjerë, jam rrethuar me dru, të gjithë më përdorin mua. Çfarë jam unë? Krisa, që e përdorim? Gjygymi. Lapsi. 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 Dhe Alimeja është ka qenë pjesë e grupit dhe gjithmonë kur vinte sillej kafe turke. Teta Afërdita është nusja. Dhe ka sill sot kafe turke për ta kujtuar teta Alimen. Unë vetë nuk e kam njohur, nuk mendoj se e kam njohur, po kam shumë dëshirë të thoni 2 fjalë. Kush të doj? Teta Vera do të fillosh ti? Po. Unë Alimen e kam pas, jo vetëm, domethënë, shoqe grupi, po e kam pas edhe komshi. Jemi taku gati çdo ditë te parku, rishim, bisedojshim, gjithashtu edhe me mamën edhe babën e Afroditës. Ishim aty në një, si thonë asaj vendi Dikson, ruzonjë, respektueshme, edhe të gjithë grupi e ka dashur shumë, se ka qenë shumë e urtë, shumë e mirë edhe dashur. E kemi kalu kaq mirë me te, sa kemi mirë. Kur ka përvjetorin teta Alimeja? Sot. Teta Alimeja ka qenë pjesë e grupit dhe gjithmonë kur vinte sillej kafe turke. Teta Afërdita është nusja. Dhe ka sill sot kafe turke për ta kujtuar teta Alimen. Unë vetë nuk e kam njohur, nuk mendoj se e kam njohur, po kam shumë dëshirë të thoni 2 fjalë. Kush të doj? Teta Vera do të fillosh ti? Po. Unë Alimen e kam pas, jo vetëm, domethënë, shoqe grupi, po e kam pas edhe komshi. Jemi taku gati çdo ditë te parku, rishim, bisedojshim, gjithashtu edhe me mamën edhe babën e Afroditës. Ishim aty në një, si thonë asaj vendi Dikson. Kjo është nga ato gratë me makinën e vetë. Mënyrja. Me dhe kërëtën e kësa në grup, ishte një zonjë vërtet, shumë edhe kishe marrë një plak nga jeta, se kishe ikur vajza për para. Edhe ajo këpuste shpirtin për atë punë. Toj vetëm na e mbushte atë tavolinën aty, rinte e qi, dhe e kam takuar dhe ato nga fundi i jetës saj, atje në spital. Ishte një njeri që nuk prishte qef me asnjë. Jo një themi familjarisht që në Elbasan është zonjë gru, ka qenë zonjë gru, shumë respekt.
ka qenë një grua shumë e zgjuar e para, e urtë, edhe që kujdeseshe për të gjithë, nuk dinte të bënte hile, kur, dhe neve na ka dash shumë gjithë. Unë jetova 47 vjetë. Ishte, ajo ka punura baqipse dhe edhe kur doli në pension, mundoheshe që të na imbushte ato, të na përmbushte gjithë nevojat të gjithëve. Çdo aktivitet ishte para në tavolin, kudo. Ja. Shumë. Dhe unë kisha shumë dëshirë që të vija dhe më përpara të takoj, se ajo kur vinte dita e martë, e kishte si kështu si kur ku të shkonte, fluturonte, edhe kur vinte tregonte, për shembull, bëm kështu, bëm jo bingo, jo aktivitete të ndryshme. Nuk ka rëndësi njohja, ka rëndësi lumët që lanë një kujtimet mira. Ato janë të njohura edhe janë të afërme për zemrëta, nuk harrohen kur. E ndërruar arzoj. Sot, nështë peki pak, që fjestari, qaj, humje, jemi në gjithë ne. Ju rojshnet, ju pasën në pak. Faleminderit, juve shëndet edhe jetë të gjatë. Zoti Kol na ka bërë është libri i tretë që bën, mos gaboj. Dhe këtë të fundit po e ndan me ne dhe do të pyesim, do na thot diçka rreth librit. Kur ti je gati, Xhoxhi Kol? Kur ti je gati, mund na thuash pak rreth librit. Ku është libri? Na thuaj vetëm një për çfarë shkruajt të libër, një përmbledhje të vogël. Është libër i shkruar këto vitet e fundit, subjekt një ngjarje pak a shumë të vërtet, po do e mos ndryshore veshur, fjalë të tjera me element letërsie për ta shndruar në një roman, domethënë për mos janë libër është një histori. Formës kujtimeve. Bet fjalë për dy të rinj, të lagjes, dashuruar me njëri tjetrin. Vajza është një familje bakër punuesi, kështu jepet këtu, po me emra të tjera. Njëri shumë i respektuar në lagje, i futur edhe në këto format e organizimit asaj kohe. Lagja kishte një këshill bamirësie, kush ishte mirë ekonomikisht, kontribuante, dhe ky ishte kryetar i atij këshillit bamirësisë, njëri shumë i drejtë edhe pse ishte i pashkollë. Me insistimin e këtij unë në lagje disa rregulla bamirësie që u pritën shumë mirë dhe lehtësuan mjaft njerëzit e varë. Njerë bëhet fjalë këtu në mbledhjen e këshillit, njeri nga antarët aty kishte dashur të fuste për të ndihmuar, se sa herë kishte të kremta i thoshin fetare dhe ditë tjera të shënuara, këta më të varfrit e lagjes, ky këshilli i bamirësisë i shikonte me ndonjë gjë përveç që dhe banorët do të ndihmonin njëri tjetrin. Kishte dashur të fuste për të marrë ndihma për vitin e ri, një nga njerëzit e vet, dhe ky i jati kësaj vajzës ngrihet edhe thotë ne nuk jemi këtu për të gjendur atyre, thotë që mund të gjendet të tjerëve. Ne jemi thotë kujdesemi për të pangrënët dhe për të paveshurit. Dhe kështu domethënë mundos drejtësi. Pastaj më prapa e kap një qytetar i lagjes, komshi i tia, i varfër me shumë fëmijë, punonte si hamal, mbante plaçkat bocë, shumë përti. Do të martonte atë vjesh, domethënë vajzën, po ishte në altë math, nuk ishte që t'i jepte me vete.
mendimet e atij këshillit i bëri fajin asaj vajzës. Dhe në atë mbledhje që vendosën t'i bëjnë fajin vajzës, morë vendimin që të ndihmojnë të gjitha vajzat e varfëra që nuk mund pa jo se t'i bënë një faj të vogël të jesh punës. Dhe po aty me insistimin e këtij u vendos që kush donte të hapte ndonjë dyqan, fillon ndonjë zanat në gjë, ta prap do të ndihmonin si këshill. Kjo vajza u rrit në atë familje. Edhe u rrit me këto ndjenja, me këtë pikpamje, edhe tërë jetën ka qenë shumë më ashtu sociale, domethënë e afruar me njerëzit, sa e mbajnë në mend ndofta edhe sot. Që kanë kaluar shumë vjet. Ishte puna për të shkuar në shkollë, po atëherë kish, si themi, prindër fanatik që s'dojnë të çojnë një vajza për shkolla punë njëra tjetër, edhe jati nuk donë të çonte në shkollë. Po mësuesit insistuan se ishte më mira bëri shkollën. Dhe kur ishte nga mosha, domethënë 15-16 vjet, aty u afrodhe më shumë me djalin që u lidhën mbrapa, Stiliano e ka emrin këtu. Edhe aktivitetet e lutës i kanë bashkë, të dy. I kapin karabinierët se i kishin në lagje aty ishte. Në çfarë viti bëhet fjalë? Çfarë vitesh bëhet fjalë? Si? Në çfarë vitesh bëhet fjalë? Për vitet e luftës, 23-24. Okej. I torturonin, pasi ka dalë në Furgo, pasaj shkon partizanë me ca vajza e tjerë të lagjes. Djalin në njëri nga rastet të këtyre punëve ilegale, djalin që dashuronte, e kapën dhe internuan në qonë në Itali, në vend hotele. Pas që kohëve në fjala që shta nga puru, nga vendi ku ishin, ura. Naturisht kjo e të shkërore punë, po gjatë luftës kur u plagos një djalë nga Korça, ju kthyen infermierë, dhe pse si ish infermierë. U lidh me të, ndihmoi ashtu dhe mori 2 plagë, e ishin gjende shumë në kohës, këtej nga Mirdita e kanë shëtitur me vik. Po u ka mirë. Edhe pse respektonte që e ktheu domethënë në jetë e punë njërën tjetrën, nuk i përgjigjesh ndjenjave të tia, kur lindet kuptohesh që ai e dashuron. Dhe kur i thamë në fund, domethënë, sikur fillosh një jetë të re, domethënë, se ajo gjithnjëherë me ato kujtimet e atij idealit e punë njërën tjetrën. Edhe këtë jetë të ndërtojmë bashkë, e tjera, ai tha, unë nuk mund të lidhem me njëri tjetër kur këtu në zemër kam Stiliane. Me kalimin e kohës pasaj, gjatë luftës, u afruan edhe më shumë në shtirimin e Tiranës, e gjetën fjallën domethënë që lidhe me njëri tjetrin edhe u lidhën. Si u shirua Shqipëria, vjen një, si që shonë të kryqi kuqja të ato letra domethënë, që njoftonin për njerëz të largët, familjet, lajmet këqia i digin në një qoshe, vite me shenjë që ishte digur. Vjen telegrami edhe shkoj njerëzve shtëpisja qojnë. Një gëzim i përzirve mos besimin e punë njërën tjetër, që Stiliani është gjallë dhe po kthehet. Jam gjallë, telegramin e për të djali. Unë jetoj dhe po kthehet. Mirë po, zgjati ca kohë kjo, si që ishte atëre, vështirësi rrugësh e punë njërën tjetër. Kur erdhim në punë të gjenë të vajzën të fejor, të dy në berat. Djali oficer, degën e punë, të brendshme kjo inspektore arsimit. Me, si do t'i dalë unë për para, dhe më thëmë, si kam qendror besnike, jam lidhur me njëri tjetër, e tjera, me gjithatë e takon me iftotësi çuditshme që ati i bëri përshtypje. Si mund të sillet Anita në këtë mënyrë. Mos na trego fundin Xhixhikol. Si? Mos na I trego fundin. Pse? Jo se do ta lexojmë. Apo e doni ta dini? Se që më le ta shu, se më ta lexojmë. Vini libri pashitur tani, se ashtu se e morëm kuptimin. Jo, sa solli ajo. Edhe ai tenton domethënë ta takoj
e preti ti në rrugë dhe i thot Anita të usodë në atë mënyrë. Thot. Nuk di si guxova, tha, që në zgjata dorë, tha, takova, tha, në shpinë e vetë. Unë, tha, tani dhe jam e fejuar, tha, dhe nuk jam e denjë, tha, darë për para të klasë më ty. Mirë po, kjo ufto shumë edhe djalin për qarë, njëri shumë i mirë, ai si që e parakisur në libër. Edhe i thot një ditë, Palli thot, mua më janë zgjuar kujtime të ndjenjat e vjetra, tani ka ardhur Stiljani, unë nuk mund të jem në mes të dyve. Natyrisht ai ty ta kon të marrësh vendim, po mos na i prish lumturinë, se edhe nuk u gëzuam shumë, tha, jo lumturia jonë, tha, ky gëzimi jonë, tha, nuk zgjati dha sa jeta e një fluture. Zgjati shumë pak. I tha, nuk e dita si do të bëjta, po unë shpresoj, tha, që ti nuk kuptoj që edhe të më ndihmosh. Gjatë që mund të bëjta i kurse si, tha. Nuk mund të prish lumturinë time, tha, për lumturinë e një tjetrit, tha. Unë nuk kam ndonjë ashtu, tha, ti mbaj ndjenjat me rrëtë, tha. Bile do më thënë edhe unë, që e mora vesh i rrodhën të punë, dhe gjonë t'i prapë, kam një farë do më thënë konsiderate e respekt për te. Nuk më prish punë pse ti e ta i në mesin tonë me kujtimet. Kjo ja preu, i tha një. Unë da në mirë kuptim. Është një moment aty që ajo se prise pas këtyre fjalëve pa i vajti në zyrë, edhe që kishtë për para që pse ta besur, pse ta besur. Anita ke marrë një vendim të drejta, që fati imi keqta që të përpunojnë këtë mënyrë. Nuk di se si të dha kem jetën këte e mbrapa. Po për mua s'ka me kuptim që qëndroj këtu, thënë Berat. Erdha për ty, tha, do t'ikin Korç. Edhe iku në Korç. Po iku në kështu dinjitose, I vajti në shtëpi prindërve të kësaj, I falënderoj për trajtimin që kishim bërë gjatë gjithë kohës. I jati, I vajzës nuk u pajtua me këtë. E tha, qofse prishe me tandi, tha, unë të kam uhuar, tha, nuk të të gjohë me për vajzë. Edhe kështu vajti puna, e iku, e jati e mohoj të bijë. Një po ka sa peripecia të jo u martua, e shkarkon ato të lashet e mbledhjeve të partisë e punë njërë tjetër në janë aty brenda, I qonë në fshat, në një kooperativë bujqore, të dy mësus. Burë gruf, pasaj prap e bërë inspektore, edhe la gjurëm atje në fshat. Ai djali kuti mekanizma të reja në punë të transporti e punë e njërën tjetërën dhe kur ikën I përsotit të fshatin me shurgjën. Shumë bukur. Të mos them vullësit tjera të më thënë, kjo është paka shumë, po ka ca momentet të bukura, për shemë kur kthehen nga Jugoslavia. Ku e shef Hauserin ti? Në TikTok, në YouTube. Vazhdimisht. Ja, e shikon ti në TikTok. Ke TikTok ti? Jo, s'ka. Jo, s'ke TikTok. Di me përdor TikTok-un? Jo, s'di si ta përdor TikTok-un. Kam e Tirana, kam e Tirana.